Barileva ishte edhe sofra e Prishtinës, por ishte edhe sofra e UÇK-s. Është tepër me rëndësi që ta kemi një kryetar mas pari që i mban fjallën, që i ka qytetarin prioritet, e kjo tregon drejt për drejt me punën që ka bërë deri më tani Hajrullahu e që do ta bëj me komunën e Prishtinës. Për qyteti i Prishtinës, Prishtina ka fat madh që ngarë e ka të respektuarin Hajrullah Qeku. Ta votojnë Hajrullah Qekun, sepse Hajrullah Qeku është ndryshimi që na duhet e i duhet kryeqytetit Republikës. Personi më i mirë midis neve, më kompetenti, njeriu me përgjegjësinë edhe profesionale, edhe qytetare, edhe shqiptare, edhe shtetërore, është Hajrullah Qeku, të cilin e ftoj që t'i drejtohet me një fjalë raste në të shkëtë. Faleminderit shumë. Fillojmë me prioritetin numër 1, rrugicat e Barilevës e Drenosit. Përveç rrugicave, kemi nevojë për ndriçim publik gjithandej, bashkë me trotuare, por në të njëjtën kohë kemi nevojë që ta zgjerojmë edhe urën në hyrje të fshatit në të rruga e Jug Statoci. Por ju keni nevojë edhe për një çerdhe publike ose me bazë në komunitet. Ne tashmë bashkërisht i kemi identifikuar disa lokacione. Ne jemi të përkushtuar që me seriozitetin më të madh ta trajtojmë edhe çështjen e ujit të pijes. Përveç ujit, natyrisht duhet të trajtojmë edhe lumin llap. Trajtimi i shtratit të lumit llap është jetik edhe për çështje të mbrojtjes së lumit, por edhe për çështjen e shëndetit të banorëve këndej. Stadiumi i Barilevës është shumë i rëndësishëm për trit, për talentet. Bashkërisht do të realizojmë investimin e plot për renovimin e plot të stadiumit Barilevës. Një nga kërkesat elementare të banorëve ka qenë edhe mirëmbajtja e varrezave të fshatit. Ato do të realizohen, komuna do të kujdeset edhe për varrezat në fshatra. E kjo zonë, zona juaj, është zonë e potencialit jashtëzakonshëm bujqësor. Subvencione në shuma serioze, por edhe në të njëjtën kohë sigurimi i tregut për të gjithë ata që prodhojnë, sepse prodhimi i fshatit duhet të ketë treg. Është edhe rehabilitimi i tërësishëm i kanalit të Ibrit që vjen nga Ujmani dhe përfundon në liçenin e Badocit, fillimisht synon të zgjidhë problemin me furnizim me ujë të pijes për gjithë kryeqytetin. Duke e rehabilituar këtë kanal, ne do të krijojmë edhe mundësi që ai të përdoret për ujitje tokave, prioritet të qartë, një vizion të qartë, e për këtë vizion unë jam gati, besoj që edhe ju jeni gati. Na pritet mbara gjithëve me 9 nëntor për ndryshimin e madh.